Lëvizja vetëvendosje, përveç që është kundër pozitës, ajo është edhe kundër drunjove dekorativ që filluan të mbjellen javë më parë në rrugën Vëllëzërit Gërvalla në Ferizaj. Sipas vetëvendosjes, projektet për gjelbrimin e qytetit po bëhen nga qeveria lokale, vetëm sa për të thënë që janë realizuar. Masia grupa ku bëhen mbjellje është jashtëzakonisht e vogël dhe as pak profesionale, gjerësia e shtegut është aq e vogël sa që karrocat e personave masi të kufizuar e kanë të pamundur lëvizjen e për trotore, duke bërë që ata të rrezikojnë jetën e tyre gjatë kalimit nëpër rrugë ku qarkullojnë automobilat. I kujtojmë zotit Sforca se gjerësia trotore do të jetë 1.5 metra të mundësojnë lëvizjen e tjerë njerëzve. Vetëvendosje kritikoi kryetarin e komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa, duke thënë se ishte vetë ai i cili ishte kundër mbjelljes së drunjeve të Rapit në parkun e qytetit, e sot po e bën të njëjtën gjë në rrugë të tjera. Zoti Sforqa pa të deklaruar largimin e drunjeve dekorativ që janë mbjellur në parkun e qytetit me arsyen se ata janë drur Rapi që është e vërtetë të cilët gjatë rritjes dëmtojnë tubat e kanalizimit. Nëse ata drejnë vërtetë të dëmtojnë tubat e kanalizimit, ato këta që i mbulli vetë zoti Sforqa ato dëmtojnë rrjetin elektrik. E kontaktuar përmes telefonit, drejtoresha e shërbimeve publike në Ferizaj, Mimoza Fazliu, nuk deshi të merret me vlerësimet e vetëvendosjes. Ajo tha se mbjellja e këtyre drunjeve është bërë sipas të gjitha standardeve dhe se për të mbikëqyrur punimet, komuna ka angazhuar 2 punëtor në mënyrë që mbjellja të bëhet si duhet. Në storjen e televizionit Tema të realizuar ditë më parë, qytetarët e kësaj arterie të qytetit kanë mirëpritur mbjelljen e drunjeve.